Hyrja në një dyqan mekanik të panjohur është për shumë njerëz gjëja më e afërt për të ecur nëpër një fushë të minuar me sy të lidhur. Është një zonë lufte ku llogaria juaj bankare është objektivi kryesor dhe ignoranca juaj teknike është arma që mashtruesi do të përdor kundër jush. Mekanika e pandershme ka zhvilluar një nuhatje grabitqare. Ata mund të nuhasin frikën, dushimin dhe mungesën e njohurive në momentin që kalojnë nëpër derë. Ata e dinë se për shumicën e njerëzve, motori i makinës së tyre është një kutje e zezë plot mistere dhe komponent me emra të pasqiptueshëm. Kjo asimetri informacioni është tereni i përsosur për të kthyer një rishikim të thjesht rutinë të një zhurme të çuditshme në një hipotekë emocionale dhe financiare. Nuk ka të bëjë vetëm me t'ju ngarkuar pak më shumë për një pjesë. Është një teatër i orkestruar në mënyrë perfekte ku çdo gjest, çdo njollë ndyre e vendosur në mënyrë strategjike dhe çdo pamje e shqetësimit të shtirur synon të zbrazë xhepat tuaj. Punëtoria bëhet një sken ku përfaqësohet tragjedia e automjetit tuaj dhe ju jeni i vetmi që paguani biletën për një shfaqje që nuk keni kërkuar kurrë. Ne jemi gati të ndezim dritat e këtij skenari dhe të zbulojmë fijet që tërheqin 18 mashtrimet më të zakonshme që kanë shkatëruar mijëra shofer. Mashtrimi 18. Kodi i gabimit i sajuar. Në epokën moderne, makinat janë kompjuter me rrota. Kur diçka shkon keq, njësia e kontrollit të motorit ruan një kod diagnostikues që mekaniku e lexon përmes një skaneri të lidhur me portën e automjetit ose dy. Këtu fillon mashtrimi i parë i teknologjisë së madhe. Mekaniku mashtrues fut pajisjet e tij dhe me një fytyrë me gravitet të thellë ju tregon një listë të kodeve të defekteve që duket se tregojnë fundin e botës. Ajo që nuk ju tregon është se shumë nga ato kode janë fantazma ose kode historike që u shpëtuam nga riparimet e vjetra që nuk u fshin kurrë. Ekzistojnë edhe aplikacione dhe programe diagnostikuese të manipuluara që lejojnë teknikun të aktivizojë dritat paralajmëruese ose të simulojë defekte në sensor kritik si sensorët e oksigjenit ose ajrit masiv me shtypjen e një butoni në tabletin e tyre. Mashtrimi konsumohet kur informoheni se sensori i pozicionit të boshtit ose kompjuteri i makinës është me defekt dhe se zvendësimi do të kushtojë mijëra dollar. Në realitet, problemi mund të jetë thjesht një lidhës i lirshëm ose një kablo me pak korozion që pastrohet në 5 minuta. Mekaniku pastron ndezjen, fshin kodin aktual dhe ju tarifon për një pjesë të re që nuk u largua kurrë nga kutia e saj. Ose edhe më keq, ata instalojnë një pjesë të përdorur të një automjeti tjetër që kishin në koshe dhe e faturojnë atë si një agjenci origjinale. Për të shmangur këtë, gjithmonë duhet të kërkoni t'ju shfaqet kodi i defektit në kohë reale dhe të kërkoni kuptimin e atij kodi specifik në internet përpara se të autorizoni ndonjë riparim. Një kod fai nuk është një dënim me vdekje për një pjesë. Është thjesht një event që tregon se diçka në atë qark nuk po jep tensionin e pritur dhe një profesionist i mirë duhet të diagnostikojë shkakun rrënjësor përpara se të sugjerojë zvendësimin e komponentit më të shtrenjtë në listë. Mashtrimi 17. Truku i vajt të djegur në shufer. Kjo është një nga truket më të vjetra dhe më efektive në manualin e mashtruesit. Klienti mbërrin për një ndërim bazë të vajt dhe mekaniku, kur nxjerr shkopin, e tregon atë me një gjest të meri. Ju tregon se vaji është i zi si qëmëri, se ka një erë djegjie dhe se kjo është një shenjë e pagabueshme se motori ka lum të brendshëm që po bllokon venat e lubrifikimit. Ai ju paralajmëron se nëse nuk kryeni një pastrim të menjëhershëm të lumit të motorit, i cili kushton 4 herë më shumë se ndërimi i vajit, motori do të lidhet ose shkëputet në autostradën tjetër. Realiteti teknik është se vaji motorik është projektuar për t'u erësuar. Funksioni i detergjentëve dhe shpëndarësve brenda vajit është pikërisht të bllokojnë grincat e karbonit të prodhuara nga diegja dhe t'i mbajnë ato në pezullim në mënyrë që të mos vendosen në metall. Një vaj që mbetet transparent pas 2000 kilometrash është një vaj që nuk po e bën punën e tij të pastrimit. Ngjyra e zezë nuk është treguesi i viskozitetit ose kapacitetit mbrojtës të lubrifikantit. Vetëm një analizë laboratorike mund të përcaktojë nëse vaji ka humbur vetit e tij kimike. Megjithatë, mashtruesi luan me perceptimin vizual të klientit. Ata përdorin tretës kimik agresiv për pastrimin e motorit, që në vend që të ndihmojnë, mund të lëshojnë copa qumëri që mund të bllokojnë kullimin e pompës së vajit, duke shkaktuar dëmtimin që supozohet se donin të shmangmin. Në shumicën e rasteve, ata thjesht kryejnë ndërimin normal të vajit dhe ju tarifojnë për shërbimin premium të pastrimit që nuk e kanë bërë kurrë.
Nëse makina juaj ka ndjekur intervalet e saj normale të mirëmbajtjes, është pothuajse e pamundur që ajo të ketë një grumbullim të rrezikshëm balte. Mos lejoni që ngjyra e një pike vaji në një shkop të jetë justifikimi për t'u grabitur me një procedurë të panevojshme, që është potencialisht e dëmshme për shëndetin e brendshëm të motorit tuaj. Mashtrimi 16. Shkaktojrjedhja e amortizatorit. Amortizatorët janë komponent jetik për sigurinë dhe rehatin, por ata janë gjithashtu objektivi i përsosur për një mashtrim të shpejt vizual. Një amortizator duhet të ndryshohet kur humbet kapacitetin e tij amortizues ose kur ka një rrjedhje të dukshme vaji që tregon se vulja e brendshme ka dështuar. Truku i mekanikut mashtrues është të përfitojë nga një moment kur klienti nuk kërkon të spërkas pak vaj transmisioni apo edhe vaj të vjetër motori në kërcelin dhe trupin e goditjes, duke përdorur një shishe spërkatje ose një shishe vaji manual. Kur ju telefonojnë për të parë makinën e ngritur në ashensor, ata ju tregojnë amortizatorin e njomur me lëng me shkëlqim. Kurthi psikologjik është i fuqishëm. Sytë tuaj shohin një rrjedhje, vetruri juaj supozon se pjesa është tyer. Ata do t'ju thonë se siguria e familjes suaj është në rrezik, se makina do të kërcej jashtë kontrollit, dhe se është e detyrueshme të ndërroni 4 amortizatorët në mënyrë që konsumimi të jetë i barabartë, duke e kthyer një shërbim frenash $100 në një riparim të pezullimit prej $1,500. Për të dalluar këtë mashtrim, duhet të shikoni konsistencën e vajit. Një rrjedhje aktuale e amortizatorit zakonisht shoqërohet me pluhur të akumuluar dhe pa pastërti të mbërthyer që ka qenë atje për ditë ose javë. Duket e thatë në skajet dhe me kore. Nëse vaji duket i freskët, i pastër dhe pikon në mënyrë të dyshimt në pjesë të tjera që nuk duhet të jenë të lagura, pothuajse me siguri është mbjellë nga mekaniku. Një amortizator që nuk kërcen tepër në një provë dhe pa pritmas, shfaqet i larë në vaj të pastër, është nënshkrimi i një mashtruesi që kërkon të përfitojë nga ndjenja juaj e sigurisë. Mashtrimi 15. Diagnoza nga zurma e veshit ose motorit. Veshi i injeriut është një mjet i jashtëzakonshëm diagnostikues, por në duart e një mashtruesi, ai bëhet një gjenerator i trillimeve mekanike. Klienti mbërrin në punëtori sepse vërën një rriqër të vogël ose një trokitje të butë kur motori është i ftohtë. Mekaniku hap kapuçin, sjell veshin solemnisht dhe pas disa sekondash heshtje dramatike, thotë se zurma vjen nga një kushinet lidhëse ose se valvulat kanë lojë të tepërt që kërkon uljen e kokës së cilindrit. Ju tregon për metalet e shtratit, bluarjen e boshtit të boshtit dhe kostot astronomike të punës për hapjen e motorit në gjysmë të rrugës. Ajo që ai po bën është egzagjerimi i një zurme që shpesh është normale, ose që vjen nga një komponent i jashtëm që është i lirë për të ndryshuar. Shumë zurma që duken të brendshme dhe të ulta, shkaktohen në fakt nga një tensionues i rripit aksesor i konsumuar, një rrotull me një kushinet të thatë, apo edhe një mburoj nxehtësie shkarkimi që është e lirshme dhe dridhet në rrotullime të caktuara. Mashtruesi e di se tingulli transmetohet në të gjithë bllokun e aluminit dhe e përdor atë konfuzion për t'ju trembur. Kam parë raste kur ata paguajnë për një rindërtim total të motorit dhe gjithçka që bën ishte të ndëronin një kandele të lirshme ose të shtrëngonin një vid alternatori. Për të mbrojtur veten, kur mos pranoni një diagnozë me motor të hapur bazuar vetëm në veshin e mekanikës. Kërkoni teste kompresimi, teste të rrjedhjes së cilindrit ose përdorimin e një stetoskopi mekanik për të izoluar zurmën para jush. Nëse zurma zduket kur hiqni shiritin e aksesorëve, atëherë problemi është i jashtëm dhe motori është i shëndetshëm. Mos lejoni që teatri i stetoskopit t'ju bindë se motori juaj ka nevojë për operacion në zemër të hapur, kur ka vetëm ftoje në pajisjet periferike. Mashtrimi 14. Ndryshimi i filtrave fantazme. Mirëmbajtja parandaluese e një automjeti bazohet kryesisht në zvendësimin e elementeve të filtrimit që mbrojnë mushkëritë dhe sistemin e qarkullimit të gjakut të makinës. Mashtrimi i ndryshimit të filtrit fantazm është një nga praktikat më me kosto efektive dhe më të vështira për t'u zbuluar nga pronari mesatar i shtëpisë, sepse këta komponent shpesh fshihen në mbulesa plastike ose brenda kutive të vështira për t'u arritur. Mashtrimi funksionon në një premisë të dembelizmit dhe lakmisë ekstreme. Mekaniku përfshin filtrin e ajrit të motorit, filtrin e vajit, filtrin e karburantit dhe filtrin e kabinës ose kabinës në faturën tuaj. Megjithatë, në dhomën e veglave,
Procedura aktuale është shumë e ndryshme nga ajo për të cilën pagueni. Për filtrin e ajrit të motorit, tekniku thjesht hap kutin, nxjerr filtrin e vjetër që është plot me pluhur, insekte dhe grimca, dhe përdor një zor ajri të kompresuar për ta fryrë atë. Vizualisht, filtri rikuperon 1 tonë në të lehtë, por mikrofibrat e letrës janë tashmë të ngopura dhe shpesh të dëmtuara nga presioni i ajrit. Më pas, ata fshin skajin e kutisë plastike me një leckë të lagur dhe pak lustrim vinili në mënyrë që kur hapni kapuçin, gjithçka të duket e pastër dhe e re. Me filtrin e kabinës, situata është edhe më e pacip, pasi zakonisht është pas ndarjes së dorezave dhe kërkon çmontimin e një pjese të pultit. Shumë mekanik as nuk shqetësohen ta prekin atë, por e karikojnë atë si një pjesë origjinale me kosto të lartë, duke pretenduar se është jetike për shëndetin tuaj të frymarrjes. Filtri i vajit është më i rrezikshëm nga të gjithë. Ata thjesht e pastrojnë atë nga jashtë me dejndyrues për ta bërë atë të shkëlqejë dhe të duket i sapo instaluar, duke e lënë fishekun e brendshëm të ngopur me ndotës që do të vazhdojnë të qarkullojnë nëpër motorin tuaj. Mënyra për të shmangur këtë është të shënoni filtrat e vjetër me një vijë të vogël të bërë me një shënues të përhershëm ose një aul në një vend të padukshëm përpara se të dorëzoni makinën. Nëse shenja është ende aty kur e merrni, ju keni qenë viktimë e një vjevje e flagrante. Mashtrimi 13. Lengu i frenave ke vetëm rimbush. Siguria hidraulike e një makine varen nga pastërtia e lëngut të frenave, i cili është higroskopik, që do të thotë se tith lagështin nga mjedisi me kalimin e kohës. Kjo lagështi ul pikën e vlimit të lëngut dhe mund t'ju bëjë të mbaroni frenat në një zbritje të gjatë. Një shërbim i plot pastrimi përfshin zbrazjen e të gjithë sistemit, nga vidhat e rrjedhjes, në secilën nga 4 rrotat, derisa të dalë lëngi i pastër dhe i ri. Megjithatë, garazet mashtruese preferojnë rrugën e shkurtër. Mekaniku përdor një shiring të madhe për të tërhequr lëngun e errët dhe të vjetër, vetëm nga rezervuari i sipër, që është i dukshëm kur hapet kapuci. Pastaj, rimbushni atë rezervuar me lëng të ri dhe të pastër. Për sut tuaj, lëngu duket i përsosur, sepse rezervuari është i tejdukshëm dhe përmbajtja shkëlqen. Por realiteti është se lëngu i vjetër, i ngarkuar me ujë dhe sedimente gome nga vullat e brendshme, mbetet i bllokuar në linjat e frenave dhe në cilindrat e rrotave ose kaliperave. Kjo përzierje e vjetër është ajo që në të vërtet bën punën e frenimit dhe është ajo që do të dështojë kur sistemi të nxehet. Përveç kësaj, lëngu i vjetër i akumuluar mund të gërrejë nga brenda modulin e sistemit të frenave kundër bllokimit, një pjesë që kushton mijëra dollar. Ata ju tarifojnë për 2 ose 3 kanaçe lëng frenash dhe për 1 orë punë të specializuar në pastrim, kur në realitet ata përdornin vetëm disa mililitra e 5 minuta nga koha e tyre. Mënyra e vetme për t'u siguruar që puna është bërë është të vëzgoni mekanikun që punon në secilën rrotë ose të kontrolloni nëse vidhat e rrjevjes kanë shenja se janë liruar kohët e fundit. Mashtrimi i 12. Tarifa e ajrit të kondicionuar me rrjedhje të fshehura. Kur të vi vera dhe ajri i kondicionuar i makinës suaj ndalon së ftohuri, instinkti i parë është të shkoni në garazh për një rimbushje të gazit ftohës. Mekaniku i ndershëm e di se sistemi i ajrit të kondicionuar është një çark i mbyllur dhe se nëse ka mungesë gazi, kjo është për shkak se ka një rrjevje që duhet të vendoset dhe riparohet. Mashtruesi nga ana tjetër sheh në nxehtësinë tuaj një mundësi për të ardhurat të përsëritura. Ata lidhin stacionin e karikimit, zbrazin atë pak që ka mbetur dhe mbushin sistemin me gaz të ri. Ata e din shumë mirë, fal matësve të tyre të presionit, se presioni bie ngadalë, gjë që tregon një çarje në avullues ose në një zor. Në vend që t'ju informojnë për rrjedhjen, ata ju dorëzojnë makinën duke u ftohur në mënyrë të përsosur dhe ju paguajnë një tarifë të plot për gazin dhe shërbimin. Ju largoheni të lumtur, por 2 javë më vonë, ajri del përsëri ngrohtë. Ju ktheheni në dyqan dhe mekaniku bën një fytyrë të befasuar, duke thënë se duhet të ketë lindur një problem i ri ose se një vul është tyer për shkak të presionit të gazit të ri. Tani ju tarifojnë për një ngarkesë të dytë gazi dhe riparimin e rrjevjes, për të cilën ata tashmë e dinin që nga dita e parë. Në disa raste ekstreme, ata madje dëmtojnë qëllimisht një valvull për t'u siguruar që ju duhet të ktheheni. Një shërbim profesional duhet të përfshi gjithmonë aplikimin e një boje detektore rrjevje fluoreshente dhe një test të zgjatur vakumi. Nëse një mekanik ofron t'ju mbush me gaz pa kërkuar burimin e rrjevjes, ai po ju vendos për një abonim të pavullnetshëm në punëtorinë e tij.
Mashtrimi I 11. Mashtrimi I ftosit universal. Motori I një makine moderne funksionon në temperatura shumë të sakta dhe kërkon një ftoës me aditiv specifik për llojin e metaleve në blokun dhe kokën e cilindrit, qofshin alumini, gize ose lidhje magnezi. Mashtrimi I ftoësit universal ose me cilësi të ulët është sabotim afatgjatë. Shumë dyqane blejnë kazane të një lëngu të gjelbër ose roz që nuk është gjë tjetër vetë se ujë me bojë dhe pak glikol të cilësisë më të keqe, apo edhe riciklojnë ftoësin e vjetër duke e filtruar atë në një mënyrë rudimentare. Ata ju thonë se është I pajtueshëm me të gjitha markat dhe modelet për të kursyer hapësirë në raftet e tyre dhe për të rritur marzet e tyre të fitimit. Këtij lëngu I mungojnë agjentët e nevojshëm kundër korozionit. Menjherë pasi është në motorin tuaj, ai fillon të reagojë me metalet, duke krijuar një elektrolizë që ha muret e brendshme, dëmton pompën e ujit dhe bllokon kanalet delikate të radiatorit. Qëllimi I mekanikut është të gjenerojë një problem binsejeje në të ardhmen e afërt. Ata e dinë se një motor që nxehet zakonisht përfundon në një ndryshim të copës litari të kokës së cilindrit ose një korrigjim të plot, riparime që janë jashtëzakonisht fitimprurëse. Përdorimi I ftoësit të gabuar është si të vendosësh helm me veprim të ngadaltë në venat e makinës suaj. Ju gjithmonë duhet të kërkoni që ftoësi I specifikuar nga prodhuesi në manualin e pronarit të përdoret, dhe nëse është e mundur, blini vetë shishet e mbyllura nga një dyqan me reputacion për t'ia dhënë mekanikut. Përmbajtja. Korrigjimi I panevojshëm I diskut. Sa herë që do të ndroni jastëkët e frenave, punëtoria do të përpiqet ju bindë se është e detyrueshme të bluani disqet e frenave. Bluarja konsiston në kalimin e diskut përmes një torno për të hequr një shtresë metalike dhe për ta lënë sipërfaqen krejtësisht të sheshtë. Argumenti është se nëse nuk e bëni, jastëkët e rinj nuk do të ulen mirë dhe makina do të dridhet. Ndërsa kjo ka një bazë teknike në raste të caktuara, mashtrimi qëndron në aplikimin sistematik të këtij procesi edhe kur disku është në gjendje të përsosur. Sa herë që bluani një disk, I hiqni jetën duke zvogluar trashësinë e tij. Nëse disku bie në një kufi minimal sigurie, ai bëhet I prirur për plasaritje ose për kulje në nxehtësi. Shumë herë, dridhjet që ndjeni gjatë frenimit nuk janë për shkak të një disku të deformuar, por për shkak të depozitave të materialit nga jastëku I vjetër që janë gjitur në sipërfaqe për shkak të nxehtësisë së tepërt. Diçka që zgjidhet me pastrim të thjeshtë ose me përdorim normal të jastëkëve të rinj. Mekanikët shtuajnë për bluarje sepse zakonisht e kanë vetë torno në dyqan ose kanë një marrëveshje me një dyqan torno aty pranë ku marrin një komision. Është një punë e lehtë që është e shtrenjtë. Edhe më keq, ka punëtori që ju thonë se ata korrigjuan disqet, por u kalojnë vetëm një letër zmerile manuale për të hequr shkëlqimin dhe për t'i bërë ato të duken të punuara. Nëse frenat tuaja nuk dridheshin para ndërimit dhe disqet nuk kanë brazda të thella që qëndrojnë me thonjë tuaj, ndoshta nuk keni nevojë të shpenzoni para shtesë ose të sakrifikoni metalin në disqet tuaja. Mashtrimi I 9. Pjesa e këmbimit kinez në kutinë e markës. Tregu I automobilave është një ekosistem kompleks ku bashkëjetojnë pjeset origjinale, komponentët e pajisjeve origjinale dhe një valë pafund kopjesh gjenerike nga fabrikat aziatike pa kontrolle cilësie. Mashtrimi I pjesëve kineze në kuti është një nga operacionet më fitimprurëse për garazet mashtruese, sepse sulmon drejt për drejt besimin e klientit në markën e automjetit të tyre. Procedura është cinike dhe sistematike. Mekaniku ju paraqet një ofertë me çmimet zyrtare të agjencisë, duke argumentuar se për të ruajtur garancinë dhe sigurinë e familjes suaj, është thelbësore të përdorni komponent origjinal. Ju pranoni të paguani atë prim, I cili ndonjëherë është 3 ose 4 herë më I lartë se vlera e një pjese gjenerike, nën premtimin e qëndrueshmërisë. Pasi të dilni nga automjeti, mekaniku tërheq një kuti të vjetër të një pjese origjinale që keni ndryshuar më parë nga plerat ose nga një raft. Brenda asaj kutje, ai vendos pjesën e lirë të etiketës private që bleu në një dyqan të volitshëm për një fraksion të parave që I ke dhënë. Nëse kërkoni të shihni pjesën përpara instalimit, ai do t'ju tregojë kutinë e patmet me logot e markës. Problemi është se komponentit të brendshëm I mungojnë lidhjet e duhura metalike, trajtime termike ose tolerancat inxhinerike të origjinalit. Një kushinet me cilësi të dobët mund të dështojë pas 2000 kilometrash. Një pompë e përgjithshme uji mund të ketë një shtytës plastik që shkrihet, ose sensorët elektronik mund të dërgojnë sinjale të çrregullta në kompjuterin e makinës.
Mekaniku e di se pjesa do të dështoj, por nuk I intereson, sepse në kohën kur kjo të ndodh, ai do të pretendoj se ishte një defekt I prodhimit të pjesës ose se kishte një problem të jashtëm elektrik, duke ju ngarkuar përsëri për punë për të ndryshuar atë që ai instaloi vetë gabim. Mashtrimi. I8. Riparimi ndersa ishit larg. Kjo është një taktik psikologjike e krijuar për të bllokuar klientin në një gjendje cenueshmërie dhe urgjencë. Skenari tipik fillon me një shtitje në dyqan për një shërbim të vogël, si një ndërim vaj ose kontroll rutin. Disa orë pasi të dilni nga automjeti, ju merrni një telefonat nga menaxheri I punëtorisë. Toni, I zërit të tyre, është një shqetësim I shtirur dhe komunikon se, kur qarmatosen për shërbimin e kërkuar, ata kanë gjetur një dështim katastrofik që fillimisht nuk ishte I dukshëm. Ata ju thonë se një zor me presion të lartë është gati të shpërthejë, se një montim I motorit është tyer, ose se vula e transmisionit ka një rrjedhje masive që do të zbrazë sistemin në disa kilometra. Qëllimi nuk është ju japim kohë për të menduar ose për të kërkuar një mendim të dytë. Ata ju thonë se makina tashmë është çmontuar dhe se rivendosja e saj në ato kushte do të ishte e papërgjegjshme dhe rrezikshme. Nga frika e një aksidenti ose bllokimi, shumica e klientëve autorizojnë riparime shtesë përmes telefonit. Në realitet, mekaniku shpesh nuk ka gjetur asgjë të keqe. Ata thjesht pastrojnë pjesën e vjetër me pak tretës për ta bërë atë të shkëlqejë, ose, në rastin më të keq, spërkasin vaj ose lëng në një pjesë të shëndetshme, në mënyrë që kur të shkoni në punëtori për të parë dëmtimin e supozuar, do të shihni njolla të freskëta lëngu. Ata ju paguajnë qindra ose mijëra dollar për pjesë që nuk janë ndryshuar kurrë dhe për punë që konsistonte në të mos bësh asgjë. Rregulli I artë për të mbrojtur veten është të kërkoni që të gjitha pjesët e zëvendësuara t'ju dorëzohen në një çantë dhe të kërkoni foto ose video të dëmtimit përpara se të autorizoni ndonjë punë që nuk ishte në buxhetin origjinal. Kundërshtate. Rregullimi I frenave që shkakton konsumim. Sistemi I frenimit të daules ose edhe disa mekanizma të frenave të dorës kërkojnë rregullime periodike për të ruajtur tensionin e duhur. Megjithatë, një mekanik me qëllime të këqija mund ta përdorë këtë rregullim për t'u siguruar që të ktheheni në dyqan shumë më shpejt se sa ishte planifikuar. Mashtrimi përfshin rregullimin e këpucëve ose jastëkve në mënyrë të tillë që ato të fërkohen pak me daule ose disk edhe kur nuk jeni duke shtypur pedalin e frenave. Kjo gjeneron fërkime të vazhdueshme gjatë ngasjes, gjë që rrit në mënyrë drastike temperaturën e të gjithë montimit të rrotave. Kjo nxehtësi e tepërt ka 3 efekte shkatëruese që përfitojnë punëtorinë. Së pari, jastëkët ose këpucët konsumohen me një ritëm të përshpejtuar, duke kthyer një komponent që duhet të zgjasë 40.000 km në një komponent që dështon në 5.000. Së dyti, nxehtësia mund të kristalizojë materialin e fërkimit, duke bërë që frenat të ulërasin dhe të humbasin efektivitetin, duke ju detyruar t'i ndryshoni ato për siguri. Së treti, temperatura mund të dëmtojë vullat e gomës së cilindrave të frenave dhe ta avullojë yndyrën nga kushinetat e shpëntarës. Klienti vëren se makina ndihet pak më e rëndë ose se konsumi I karburantit është rritur pak, por rrallë dyshon për rregullim keqdashës të frenave. Pas disa muajsh, ktheheni në punëtori dhe mekaniku ju tregon me krenari pjesët e konsumuara, duke thënë se keni një stil vozitjeje shumë agresiv dhe se duhet t'i zëvendësoni menjëherë, duke ju tarifuar përsëri për pjesët dhe shërbimin. Mashtrimi. I6. Yndyra nga nyjet. Sprishe me qëllim. Nigjet CVM janë komponent jetik që transmetojnë fuqinë e motorit në rrota, duke lejuar pezullimin dhe lëvizjen e drejtimit. Këto guarnicione mbrohen nga një mbulesë pluhuri gome, e quajtur edhe qizme ose shakull, e cila mban yndyrën speciale brenda dhe pluhurin jashtë. Nëse mbulesa e pluhurit tyhet, yndyra del dhe nyja shkatërohet nga hyrja e rërës dhe papastërtive. Mekanikët e mashtrimit janë të vetëdijshëm për këtë dobësi. Ndërsa makina është në ascensor për çdo shërbim tjetër, tekniku përdor një prerës ose kaçavit të mprehtë për të bërë një prerje të vogël të pastër në rrudhjen e gomës së mbulesës së pluhurit. Kur rrotulloni timonin, forca centrifugale nxjerr yndyrën përmes prerjes, duke njollosur pjesën e brendshme të buzës dhe pjesët e pezullimit. Pastaj, mekaniku ju tërret dhe tregon njollën e yndyrës me një alarm të shtirur. Ai shpjegon se qizmja është prishur nga përdorimi dhe se nëse nuk e ndryshoni të gjithë cop litarim menjëherë, mund të humbni tërheqjen ose të shkaktoni një aksident serioz. Në shumë raste, do të ishte nevojshme vetëm të ndryshoni gomën dhe të vendosni yndyrë të re.
por dyqani do t'ju shes i denjë se copli tari tashmë është i kontaminuar dhe duhet të zvendësohet me një tëri me kosto të lartë. Është një nga mashtrimet më të zakonshme, sepse është jashtëzakonisht e lehtë për t'u ekzekutuar dhe shumë e vështirë për t'u testuar, pasi goma është një pjesë e konsumuar natyrshëm. Një qizme e thyer nga pleqëria zakonisht ka carje të shumta në të gjithë sipërfaqen e saj, ndërsa një e sabotuar tregon një prerje unike dhe të përcaktuar. Mashtrimi i peste. Tarifa për punë të specializuar. Ky mashtrim nuk ndodh drejt për drejt në metalin e makinës, por në strukturën kontabël dhe administrative të punëtorisë. Shumë institucione prestigjioze ose agjenci zyrtare reklamojnë se kanë teknik të certifikuar, mekanik mjeshtër dhe specialist në diagnostikimin elektronik. Tarifat për orë të këtyre profesionistëve janë shumë të larta, të justifikuara nga përvoja e tyre shumëvjeçare dhe trajnimi i vazhdueshëm. Megjithatë, në praktikën e përditshme të punëtorisë, punët e ndërmjetme të mirëmbajtjes dhe riparimit shpesh u caktojnë praktikantëve ose ndihmësve që fitojnë pagë minimale dhe nuk kanë bikëqyrje reale. Ju paguani një faturë që detajon përdorimin e skanerëve të avancuar dhe kohën e një tekniku specialist, por automjeti juaj u manipulua nga një i ri që po mëson përmes provave dhe gabimeve. Ky nuk është vetëm mashtrim financiar, por një rrezik për integritetin e automjetit tuaj. Kursantët shpesh bëjnë gabime të zakonshme si shtrëngimi i tepërt i vitave, harrimi i lidhjes së sensorëve ose përdorimi i mjeteve të papërshtatshme që dëmtojnë kokat e bulonave. Punëtoria mbetet me ndryshimin e tmeshëm midis asaj që paguan asistentit dhe asaj që ju ngarkon. Nëse diçka shkon keq, menaxheri i punëtorisë ndërrin për të fshehur gabimin e nxënësit dhe ju jep makinën sikur gjithçka të ishte perfekte. Mungesa e përvojës së personit që në të vërtet merr në dorë motorin tuaj është shkaku i shumicës së kthimeve të garancisë që regjistrojnë garazët. Mashtrimi i katërt. Kompleti i shpërndarjes jo të plotë. Sistemi i KOS është zemra e sinkronizuar e motorit dhe dështimi shpesh do të thotë shkatërim total i valvulave dhe pistonëve. Kur një punëtori ju ofron ndryshimin e rripit të kohës, protokolli teknik dikton që kompleti i plot duhet të zvendësohet, i cili përfshin rripin e kohës, tensionuesit, rrotuat e kthimit dhe, në shumicën ndërmuese të modeleve moderne, pompën e ujit. Buxheti që pranoni është zakonisht i lartë, sepse këto pjesë precize ka një kosto të konsiderueshme. Mashtrimi ndodh kur mekaniku, duke kërkuar të maksimizojë marzin e tij të fitimit në një mënyrë kriminale, vendos të ndryshoj vetëm rripin, i cili është pjesa më e lirë dhe ajo që klienti mund ta shohë më lehtë nëse shikon motorin. Tensionuesit dhe pompa e vjetër e ujit pastrohen me një leck dhe pak denjurues për t'i bërë ato të duken të reja me sy të lirë. Rreziku i kësaj praktike është ekstrem. Një tensionues i vjetër ka kushineta që tash kanë përfunduar jetën e tyre të dobishme. Nëse kjo kushinet ngec për shkak të lodhjes metalike, rripi i ri do të pritet ose do të rrëshqas menjëherë, duke shkaktuar një prishje prej mijëra dollarësh. E njëjta gjë ndodh edhe me pompën e ujit. Nëse nuk ndryshohet së bashku me shpërndarjen dhe fillon të rrjedh ose ngrin menjëherë pas kësaj, e gjithë puna e çmontimit do të duhet të paguhet përsëri për ta korrigjuar atë. Garazi ju faturon për kompletin e plot origjinal, por i mban pjesët e reja për t'i shitur jashtë ose për t'i përdorur në një automjet tjetër, duke ju lënë me një bombë me sahat në kapucë. Mënyra e vetme për ta verifikuar këtë është të kërkoni që kutitë e pjesëve të reja dhe pjesëve të vjetra të hequra t'ju dorëzohen, duke kontrolluar nëse shenjat përputhën me atë që është faturuar. Mashtrimi i tretë. Fshirja e dëshmitarëve pa dëmshpërblim. Me ardhjen e elektronikës së avancuar, skaneri është bërë mjeti i preferuar i mashtruesve. Drita paralajmëruese e motorit, e njohur zakonisht si drita paralajmëruese e motorit, ndizet kur kompjuteri zbulon një anomali në sensorët e emetimeve, djegjes ose transmetimit. Shumë nga këto defekte janë të shtrenjta për t'u riparuar, të tilla si një konvertues katalitik i bllokuar ose një sensor oksigjeni i gabuar. Në vend që të kryejë diagnostikimin e thellë dhe zëvendësimin e komponentit të dëmtuar, mekaniku mashtrues thjesht lidh skanerin dhe përdor funksionin e pastrimit të kodeve të gabimit. Kjo fik menjëherë dritën e pultit. Mekaniku ju jep makinën duke siguruar se defekti është korrigjuar dhe ju tarifon për pjesën e supozuar dhe punën e specializuar. Ju largoheni nga punishte e lumtur sepse drita e bezdishme është zhdukur, por problemi fizik vazhdon.
Dërsa kompjuteri i makinës kryen cikle drejtimi për të kontrolluar sistemet, drita nuk do të ndizet përsëri në cepin e punëtorisë, por do të duhen nga 30 deri në 70 km për t'u rishfaqur, në varësi të llojit të gabimit. Në kohën kur drita shkëlqen përsëri në pultin tuaj, mekaniku tashmë ka parat tuaja dhe do t'ju thotë se duhet të ketë lindur një defekt i ri ose se karburanti që keni ngarkuar ishte i ndotur, duke ju detyruar në një cikël të pafund riparimesh të supozuara që nuk e zgjidhin kur problemin rrënjësor. Ky mashtrim përkeqësohet kur dyqani përdor pajisje diagnostikuese të hakeruara që mund të detyrojnë mbylljen e sistemeve kritike të sigurisë, të tilla si jastëkët e ajrit ose sistemi i frenimit kundër bllokimit. Duke fshirë këto kode pas zgjidhur dështimin elektrik ose mekanik, shoferi e drejton automjetin në një ndjenjë të re me sigurie. Rreziku është i heshtur. Në rast përplasjeje ose frenimi emergjent, sistemet mund të mos përgjigjen, sepse gabimi ishte fshehur vetëm vizualisht në pult, por nuk u korrigjua në njësinë e kontrollit. Përveç kësaj, kjo praktikë është e zakonshme në shitjen e makinave të përdorura me origjinë të dyshimt, ku shitësi fshin dëshmitarët disa minuta para se blerësi potencial të mbërrijë për të provuar makinën. Motori mund të vuajë nga mungesa e presionit të vajit, ose një përzierje e dobët ajër karburant që do të shkatërrojë cilindrat në planin afatgjat. Është thelbësore të kuptohet se një kod gabimi është një simptom, jo sëmundja, dhe se heqja e paralajmërimit të dritës është e barabartë me marrjen e një qetësuesi për të fshehur një frakturë të kockave. Dëmtimi strukturor vazhdon të përparojë, derisa kolapsi të jetë i pashmangshëm dhe shumë më i kushtueshëm. Mashtrimi, i dite, pastrimi i injektorave që nuk ndodh. Pastrimi i injektorit është një nga shërbimet më të ofruara në planet e mirëmbajtjes parandaluese. Metoda e duhur, dhe për të cilën paguhet një tarif premium, është pastrimi tejzanor, i cili kërkon çmontimin e injektorëve nga motori, vendosjen e tyre në një tavolinë testimi për të matur rrjedhën e tyre, dhe më pas zhytjen e tyre në një kazan valsh tejzanor me kimikate speciale. Është një proces që kërkon kohë, që kërkon pajisje të shtrenjta. Mashtrimi përfshin tarifimin e vlerës së kësaj procedure komplekse, por kryerjen e një veprimi që kushton më pak se $5. Derdhja e një shishe aditiv pastrimi gjenerik në rezervuarin e gazit. Në rastin më të keq, mekaniku as nuk e përdor aditivin, ai thjesht e lë makinën të parkuar dhe më pas pastron pjesën e jashtme të rampave të injektimit për ta bërë të duket sikur ka pasur ndërhyrje mekanike. Klienti ndjen një përmirësim subjektiv nga efekti placebo ose nga pastrimi i sipërfaqes, por depozitat e brendshme të karbonit dhe mikroblokimet e injektorit mbeten atje. Nëse makina kishte ndezje të gabuara ose mungesë energjie, problemi do të kthehet së shpejti. Duke mos çmontuar asgjë, punëtoria kursen orë të tëra pune dhe shpenzime për vujat e reja të gomës, duke ju tarifuar për një teknologji pastrimi të thellë që nuk u aplikua kurrë. Një pronar i vëmendshëm duhet të kërkojë gjithmonë raportin e printuar të gjeneruar nga bankat e provës së injektorit, i cili tregon para dhe pas të atomizimit dhe shpejtësinë e rrjedhës. Felesia e këtij mashtrimi qëndron në faktin se klienti rrallë ka akses vizual në rampën e injektorit, ndërsa makina është në punëtori. Mashtruesit përfitojnë nga fakti se motori mund të funksionojë në mënyrë të pranueshme edhe me injektor pjesërisht të ndotur, kështu që përdoruesi nuk vëren një ndryshim të menjëhershëm që e bën atë të ankohet. Megjithatë, një injektor që nuk është pastruar siç duhet me ultratinguj, gjeneron një model të çrregullt spërkatjeje që shkakton djegjie jo të plotë. Kjo jo vetëm që rrit në mënyrë dramatike konsumin e karburantit, por gjithashtu çon në grumbullimin e karbonit në valvullat dhe kokën e pistonit, duke quar përfundimisht në riparime të mëdha të kokës së cilindrit. Duke hequr dorë nga zëvendësimi i mikrofiltrave të brendshëm të injektorëve, diçka që përfshihet gjithmonë në një shërbim aktual, mekaniku po lejon çdo papastërti nga rezervuari të arrijë drejt për drejt në dhomën e djegjes. Tarifimi për një shërbim me precizion të lartë dhe dorëzimi i një pastrimi të sipërfaqes në këmbim është një vjedhje flagrante që ndikon drejt për drejt në xhepin e përdoruesit në çdo ngarkesë benzine, si dhe zvoglon jetën e komponenteve të sistemit të shkarkimit, si sensori i oksigjenit dhe konvertuesi katalitik. Mashtrimi. I pare, zëvendësimi i pjesëve për shkak të gabimit diagnostikues. Ky është ndoshta mashtrimi më frikacak sepse lind nga paaftësia e vetë mekanikut. Mekanika moderne kërkon një proces logjik eliminimi.
Ndonjëherë një teknik filjestar ose i pakujdesshëm diagnostikon gabimisht një defekt. Për shembull, ju tregon se kompjuteri i motorit është frur, kur në të vërtetë ishte vetëm një siguresë ose një teltokzim i lirshëm. Nëse dyqani porosit kompjuterin e ri, e instalon atë dhe kupton se makina ende nuk do të ndizet, duke zbuluar përfundimisht se gabimi ishte te li, dyqani e gjen veten në një dilemë etike. Një dyqan i ndershëm do ta pranonte gabimin dhe nuk do t'ju tarifonte për pjesën e panevojshme. Dyqani i mashtrimit, nga ana tjetër, do t'ju tarifoj për kompjuterin e shtrenjtë, telin e tokzimit dhe punën për të duja, duke krijuar një histori ku kompjuteri u dogj pikrisht për shkak të telit të lirshëm. Ata ju detyrojnë të paguani për mungesën e ekspertizës së tyre. Një variant tjetër ndodh kur përpiqet të çmontoj një pjesë, mekaniku thyen një vid, zor ose lidhës duke përdorur forcë brutale ose mjete të papërshtatshme. Në vend që të mbajnë koston e gabimit të tyre, ata e përfshin atë pjesë të tyre në vlerësim, sikur të kishte qenë pjesë e dëmtimit origjinal të zbuluar gjatë riparimit. Në thelb, klienti përfundon duke financuar mësimin dhe gabimet e stafit të punëtorisë, pa e ditur se ata po paguajnë për neglizhencë dhe jo për prishjet natyrore të automjeteve. Madhësia e këtij mashtrimi arrin nivele alarmante kur punëtoria, për të mbuluar mungesën e njohurive teknike, fillon të zëvendësoj komponentët në një zinxhir nën premisën se gjithçka është e lidhur. Mekaniku mund të fillojë duke ndryshuar kandelat, pastaj mbështjeljet, pastaj pompën e karburantit dhe në fund kompjuterin, kur problemi i vërtet ishte thjesht një hyrje ajrie e pamatur nga një zor vakumi e tyre. Secila prej këtyre pjesëve të reja i faturohet klientit si një domosdoshmëri absolute, kur në realitet ato janë monumentet e ignorancës së teknikut. Në shumë raste, pjesët origjinale që ishin në gjendje perfekte hiqen dhe punishtja i mban ato për t'i rishitur ato si pjesë të përdorura, ndërsa makina e klientit është e pajisur me pjesë gjenerike të cilësisë më të ulët. Kjo praktik nuk është vetëm mashtrim financiar, por ndryshon konfigurimin e fabrikës automjetit, duke futur variabla dështimi që nuk ekzistonin më parë. Klienti përfundon duke paguar një faturë që mund të kalojë $2.000 për një riparim që fillimisht nuk duhet të kushtoj më shumë se 50, duke u bërë sponsor i pavullnetshëm i një seminari që preferon të hamentësoj sesa të diagnostikoj me profesionalizëm dhe etik. Mbrojtja kundër mafjes së pjesëve të këmbimit dhe mashtrimeve strukturore nuk qëndron në mësimin e mekanikës së avancuar, por në ushtrimin e vendosur të drejtave tuaja si konsumator. Hapi i parë në çdo protokoll mbrojtës është dokumentacioni. Asnjëherë mos dorëzoni një automjet pa një urdhër shërbimi të nënshkruar që detajon gjendjen fillestare, nivelin e karburantit dhe më e rëndësishmja, punën specifike të autorizuar. Është jetike të deklarohet me shkrim se çdo shpenzim shtesë duhet të miratohet me komunikim të verifikueshëm përpara se të vazhdohet. Transparenca është armiku më i keq i mashtruesit. Një garazh që refuzon të tregoj pjesë të vjetra ose justifikohet për të mos ju lejuar të shihni makinën në ashenzor, është një vend nga i cili duhet të ikni menjëherë.